Në akuzën e korrupsionit, nisi këtë të hënë gjyqi ndaj Sali Berishës. Në gjykatën e posaçme, avokatët e të 5 të pandehurve, një zëri, kërkuan që çdo vendim i marrë deri më sot, çdo akt ligjor e përrjedhoi dhe çdo provë të shpallet e pavlefshme. Ata thonë se në dosje provat janë të përgjithshme, ndërsa prokuroria e posaçme ka dështuar të identifikojë ato individualisht. Këtë mbrojtje e bëri fillimisht avokati Sokol Hazizaj, i ndërtuesit Fatmir Bektashi dhe i shoqërisë së tij Home Plan. Të dy edhe subjekti tregtar, por edhe personi fizik, thot Hazizaj, konsiderohen një lloj, ndaj është e pamundur sipas tij të evidentohen shkeljet e kompanisë dhe të individit. Avokatja e noteres Andja Pustina dhe e studios së saj, Klodiana Gjyzari, thonë se gjykata kushtetuese, përmes një vendimi ende të pabotuar në fletoren zyrtare, i ka konsideruar kontrollet dhe sekuestrot në këtë zyrë të palishme. Kjo pohua edhe nga avokati ish kryeministrit Genc Gjokutaj, që ironizoi gjetjet e strukturës antikorrupsion. Të gjitha sekuestrimet edhe tek zyra Pustina janë në kundërshtim me ligjin, janë të pavlefshme, as më shumë dhe as më pak ato që kemi thënë që ditën e parë. Tashmë po i hapen petet lakrorit dhe prokurori i dëgjoj dhe javës tjetër, edhe kërkoj kohë që të përgatitet se mbase i bën të vlefshme. Ky vendim do të thotë që gjithë provat që këta kanë sjellë në gjykat, përveç mungesës faktit penal, po dhe ato që këta i konsiderojnë prova, janë absolutisht të pavlefshme dhe nuk mund të vijnë në themel të një vendimi fajësie. Në gjykat ishte i pranishëm Jamar Maltezi që me vjerën e tij ndan akuzën e korrupsionit, por edhe një më shumë, atë të pastrimit të parave. Seancat të jenë publike dhe ju të jeni prezent, të filmoni çfarë do lloj momenti, për fat keq nuk është pranuar. Prezent ishte edhe biznesmeni i pandehur Xhimi Begeja, ndërsa 3 të tjerët jo. Në mënyrë që të njihet me kërkesat e palës mbrojtëse, por edhe me vendimin e kushtetueses, prokurori që përfaqëson akuzën e Spak Arben Kraja kërkoi kohë. Diçka e tillë u pranua nga tokat e zeza, që e shtyn gjyqin për në datën 13 tetor, ku pritet edhe vendimi nëse do të shpallen apo jo të pavlefshme aktet dhe provat mbi të cilat ngrihet krejt procesi gjyqësor.